Jemi këtu me një ditë feste, një ditë feste për kombin ton, një ditë feste që është e shenjtë për gjithë shqiptarët kudo që jetojnë përtej çdo kufini, çdo oqeani. Është festa e flamurit që na bashkon gjithandej kudo që valon ky flamur, shqiptarët janë të bashkuar. Sot festojmë 2 krenarën, e ngritur në Lezhë në vitin 1443. Gjithashtu festojmë daljen publike të ushtrisë shqiptare të Kosovës në Llaush në vitin 1997. Festojmë edhe shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, ngritjen e flamurit në Vlorë, dhe ku gjithashtu ka marrë pjesë edhe burri i madh i këtij kombi Isa Boletini, i cili ishte edhe firmëtor i shpalljes së pavarësisë, bashkë me Ismail Qemalin shpallën pavarësinë, dhe ky burri i madh i kombit gjithashtu i qëndroi pranë qeverisë së Ismail Qemalit për ta mbrojtur atë pas shpalljes së pavarësisë. Gjithashtu falenderojmë edhe familjen Boletini, Gazmend Boletini dhe shoqatat, organizatat jo qeveritare për punën e madhe që kanë bërë në ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore, të historisë së lavdishmit tonë, në mbrojtjen e kullës, dhe po besoj që kjo ka ardhur gjithashtu edhe një pjesë e mbështetjes nga qeveria, nga shteti i Kosovës, dhe uroj e shpresoj që kjo punë të vazhdoj, për shkak se është jashtëzakonisht e rëndësishme të ruhet trashëgimia jonë, për shkak se me këtë ruhet historia jonë e lavdishme që do të shërbej edhe si pjesëtakim për gjithë qytetarët që vinë në vizitë, por edhe model për punën e mirë që ne duhet të vazhdojmë. Jemi këtu me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, me deputetin Armen Muja, deputet të zonës këtu, aktivist, kryetar të qendrash, kryetar komunash, ministra, për të nderuar e kujtuar gjithë martirët, dëshmorët, ushtarët e luftës çlirimtare, edhe gjithë ata burrat mëdhaj që kanë dhënë shumë e kanë sakrifikuar që ne sot të jetojmë të lirë.